Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, në salë jemi 100 deputet, kemi quorum dhe mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë te pika e 3 ati ku kemi vetër, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit. Në vazhdimin e seancës konstitutive, në 9 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj LDK-n të propozoj. Urnoni, lutem. Kryesues, po të bëjmë thirrje edhe një herë, respektoje kushtetutën. Ktheu rendit ditës dhe respektoje gjykimin e gjykatës kushtetuese. Të ndërpritet. Regjia, ju lutem ndërpriteni mikrofonin. LDK le të urdhëroj të propozoj një deputet për antar të komisionit. Kryesues, zbatone vendimin e gjykatës kushtetuese. Fehu në randite. Ndryshe, regjia le të ndërpritet. Regjia, ju lutem le të ndërpritet. Lista Sërbe le të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Nuk ka propozim. AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ne si Aleancë kem ndryshu qëndrim, na vjen keq. Ju lutem vetëm për propozim. Për ndryshe regjia ka ndërpres për komision. Mikrofonin. Vetëm propozim, kur gjë tjetër. Dhe na kemi një emër për komision. Dhe për komision e propozojmë deputetin Albin Kurti. Lus deputetët me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pesëdhjetë e një deputet kanë votuar për, kundër nuk ka pasur, abstenim nuk ka pasur, ndërpritet seanca